Pse Arabia Saudite, Katari dhe dhëndri i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po shpenzojnë miliarda dollar për të blerë një ishull të vogël shqiptar? Përgjigjja zyrtare është për të ndërtuar një resort luksoz. Por, nëse do të ishte vërtet thjesht një resort luksoz, atëherë pse qeveria shqiptare ndryshoi ligjet mjedisore, i hoqi ishullit statusin ushtarak dhe e përfshiu drejt për drejt shtetin në këtë projekt? Pse po e mbron këtë operacion pavarësisht hetimeve për korrupsion dhe protestave të shumta ndërkombëtare? Shumica e mediave janë përqendruar te çështjet mjedisore. Por, përveç se është një ekosistem natyror, ishulli i Sazanit është gjithashtu një aset strategjik, ushtarak dhe ekonomik. Ky projekt përfshin qeveri, fonde sovrane dhe interesa gjeopolitike që shkojnë shumë përtej turizmit. Ky është ishulli i Sazanit. Ndodhet më pak se 100 kilometra larg Italisë, pikërisht në vendin ku ujërat e detit Adriatik takohen me detin Jon. Kush kontrollon Sazanin, kontrollon në fakt kanalin e Otrantos, rrugën e vetme detare midis Adriatikut dhe detit Mesdhe. Pra, kush kontrollon Sazanin, kontrollon edhe afrimitetin drejt Italisë. Për këto arsye, çdo fuqi ka tentuar të dominojë këtë pjesë të detit. Vendet që kanë kërkuar gjithmonë të zotërojë këtë ishull janë, në fillim Italia, më pas Bashkimi Sovjetik gjatë luftës së ftohtë dhe sot NATO. Nën tabanin e Adriatikut kalon gjithashtu gazsjellsi Transadriatik, stacioni i fundit i pikës energjetike që sjell në Itali gazin e detit Kaspik. Për dekada me radhë, Sazani është përdorur si bazë ushtarake dhe sot përmban rreth 3600 infrastruktura ushtarake, duke përfshirë bunker, tunele nëntoksore dhe depo armësh. E megjithatë, pikërisht kjo pasuri natyrore pritet të shndërrohet në një resort luksoze prej një 4 miliarde eurosh. E gjithë kjo histori filloi në verën e vitit 2023, pothuajse një vit përpara se Parlamenti shqiptar të ndryshonte ligjin për zonat e mbrojtura. Gjatë atyre muajve, Jared Kushner, si përmarrës i pasurive të paluajtshme, ish këshilltar i Shtëpisë së Bardhë dhe dhëndri i Donald Trump, viziton Shqipërinë së bashku me bashkëshorten e tij, Ivanka Trump. Ata shoqëroheshin personalisht nga kryeministri Edi Rama dhe Richard Grenell, ish drejtori i përkohshëm i inteligjencës kombëtare dhe figurë qendrore e politikës ballkanike në administratën Trump. Kompania Atlantic Incubation Partners i paraqet zyrtarisht qeverisë shqiptare një propozim për të zhvilluar projekte të mëdha turistike në Sazan dhe Zvërnec. Ky projekt mbetet praktikisht i panjohur për opinionin publik deri në shkurt të vitit 2024, kur vetë Kushner flet për të në një interviste duke treguar renderat e parë të resortit. Menjëherë pas kësaj, Parlamenti shqiptar miraton ligjin 21/2024 që ndryshon rregullat për zonat e mbrojtura. Më 2 dhjetor 2024, presidenti shqiptar nënshkruan dekretin që heq zyrtarisht ishullin e Sazanit nga plani i përhapjes së forcave të armatosura të Shqipërisë. 28 ditë më vonë, Komiteti i Investimeve Strategjike i jep kompanisë Atlantic Incubation Partners statusin e investitorit strategjik. Por Kushner nuk po investon direkt parat e tij. Çfarë mendoni se fshihet pas kësaj historie?